Iblisi ka menu që shumica e njerëzve kanë me pasu iblisin. Shumica e njerëzve kanë me shku për mas atina. Allahu e malkoft. Thot Allahu azza wa jall: "Walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu." Por shumë njerëz ja ka qillu iblisi me mendimin e tina, që shumë njerëz i kanë shku për mas. Fattaba'uhu, edhe kanë pasu ata. Dhe me thonë, Allahu azza wa jall ka zënë që Iblis, la'natullahi alayhi, ka menu që shumë njerëz kanë mi shku për mas, edhe ja ka qëllu, shumë njerëz kanë mi shku për mas. Fattaba'uhu, e kanë pasu Iblis, illa fariqan min al-mu'minin, përveç një grupit për besimtarve. Shef, e kanë pasu shumica, illa fariqan min al-mu'minin, pak për besimtarve. Pak janë ata që kanë pështu pa i shku për mas Iblisit, la'natullahi alayhi. Do me thanë, nëse ty nuk vjen tërp që Iblisi me menu për ty, që ti ki me shku për mas, edhe ti ki me shku për mas, nuk e di për shkafet vjen tërp. Do me thanë, nëse Iblisi me a qëllu me mendimin e tina që ti edhe one kena me shku për mas, edhe na i shkojnë për mas, tërp për neve. Do të me i kalzu atina që nuk ja ke qëllu. Këto është një rabi Allahu që nuk ka me tarë për mas. E ke kalu krejt katunin, e ke kalu, ama këto nuk ja ke qëllu Iblis. Këto është një rabi Allahu që nuk e trahton Allahun azza wa jall, nuk e trahton amanetin e tina në mes tina edhe Allahut azza wa jall, nuk e trahton besën që ja ka dhënë Allahut azza wa jall që nuk ka me bë harame. I thu Iblisi që këto ka qeto, këto nalo, i thu Iblisi që pa, nashta shumë të kanë arë për mas, ama këto nuk ja ka qëllu me mendimin tanë, unë nuk komentar për mas me leja në Allahut azza wa jall.